Humbja në Ballë shërrëzoi Elbasanin nga Froni kryesuesës. Pikërisht një javë para mbylljes së këtij viti, ish futbollisti i njohur i verdë bluve Etlen Çapi analizon atë sfidë të humbur, duke e dhënë faj gabimeve të bëra, por që normalisht nuk e sheh si një dramë. Të them të drejtën, nuk e priste, sepse nga ecuri mjaft pozitive që ekipi i Elbasanit ka treguar, besoj ishte neshja e 10 pa humbje. Mendoj që loja e futbollit është me gabime dhe mendoj që ne gabum, prandaj sporti është i bukur kush gabon, e pson, dhe mendoj që kjo ishte një humbje që na djeg, por kampionati është i gjatë. Ne kemi mundësit, sepse ekipi është duke u konsoliduar akoma më shumë, stafi teknik po bën një punë mjaft të mirë, dhe mendoj që do të rikthehemi ndeshjen e mërkurme me Tiranë dhe besoj që me pak kujdes, sepse dhe Tirana është ekip që kërkon pikët, po ashtu dhe ne, kështu që mendoj që do të rikthehemi tek fitoria. Mendoj që ndeshja me Ballshin kishte edhe mungesa, mendoj që u ndje edhe mungesa e Lulet aty në qendër mbrojtjes. Dhe stafi provovi, futi shumë sulmuesa si Ben Shimonin, Sagen, Xe Gomes ishte, Paru Leshin, por në fund nuk ja dolën dot. Çapi analizon edhe duelin e kësaj të mërkure mes Elbasanit dhe Tiranës, si një ish futbollist që i njeh mirë të dyja skuadrat, ai njeh mirë mentalitetin dhe rivalitetin mes tyre. Në fund, beson se është Elbasani ai që do t'ja dalë të marrë fitoren. Drejtën, kemi pas gjithë kohës rivalizim me ekipin e Tiranës. Është një nga ekipet që ne më thojnë zavorrejmë më shumë, si sportdarësit tonë, dhe mendoj që do jetë një ndeshje e lutur fort, sepse dhe ato e theksova dhe më përpara që ekipi i Tiranës kërkon pikë, por që Elbasani është ekip me kualitete dhe besoj që do dalë fitimtar. Çapi ndalet edhe tek situata e vështirë e bardhebluve dhe si ish lojtari i tyre, nuk i vjen mirë për këtë situatë që po kalojnë. Ai e sheh problemin tek zgjedhjet që janë bërë në fillim të edicionit. Të them të drejtën, është viti i dytë që Tirana ka probleme, sepse edhe vjet në ndeshje play-out në fund shpëtoi nga rënja e kategorisë. Nuk e shoh si vjet që mund të shkoj shumë lart, sepse mendoj që në fillim që organika nuk kanë bën mirë, nuk kanë bërë zgjedhjet e duhur, mendoj për atë, sepse unë e di, kam lozë vjet dhe e di se sa e rëndësishme është ajo fanell. Pra, është ekipi që ka kampionate më shumë në kampionatin shqiptar. Mendoj që drejtuesat nuk kanë bërë zgjedhjet e duhura të marrin lojtarë që të jenë cilësor, që ta ndjenë atë fanell, dhe kjo mendoj që do jetë shumë e vështirë për Tiranën për të shpëtuar nga kategoria.